Tash jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, si ndikon në gjendjen shpirtërore agjërimin? Nëse nismi prej faktit ndryshimet e mëdha industriale, edhe sidomos ndryshimet e mëdha të fundit që kanë ndodhur për shkak të inteligjencës artificiale, në një farë mënyrë ajo ana shpirtërore tek njerëzit veç e ka humb kuptimin. Për shkak se na intereson më shumë aspektet materiale se sa na interesojnë aspektet shpirtërore. Bile shpesh më ndodh me i pyet njerëzit brenda seancës çka bën ti për shpirtin tan. Ideja që ka ban ti për shpirtin tanë është një farë ndjenje e mbrëmshme që ti dush më kujdes për to, edhe veç se harron për atë pjesë, sepse kujdesesh për njerëz të tjerë çka po bojnë, kujdesesh me pagu kreditin, kujdesesh për shqetësimet që i kanë familjarët e tu, për plot gjëra të tjera, po në një farë mënyrë harrojnë më mirë me veten tonë personalisht. Kështu që shumë mirë që po vjen Ramazani, kjo është një formë e mirë ku na i rikthehemi vetes tonë, deshtum se s'deshtum, forma, procedurat, qysh na e përjetojna Ramazanin, qysh diskutojmë njëri me tjetrin, qysh kujdesemi në një farë mënyrë për atë pjesën tonë të brendshme, atë pjesën tonë shpirtërore dhe lidhjen tonë që na kena me Zotin, sepse prandaj edhe agjerojmë, prandaj është edhe Ramazani që na me pas një lidhje tjetër për asaj që na jena mësuar me pas me botën për rreth neve, me një botë tjetër, që në këtë rast që është me lidhja jonë me Zotin, është diçka e veçantë. Ju thatë shumë mirë që na do të e kemi në fokus shëndetin mendor. Po në realitet njerëzit nuk e kanë fokus shëndetin mendor, nuk e kena në fokus gjendjen tonë atë mbrëmshme, nuk kujdesemi për çato pjesë. Që Ramazani detyrimisht ban ty më kujdes për çato pjesë. Edhe është në një farë gëzimi shumë i madh, sidomos për ata që kanë ankth, sepse ose kanë probleme me depresionin ose streset e mëdha, sepse në Ramazan tash ke fillu më kujdes për shpirtin tanë, edhe ndodha ajo qetësia e mbrëmshme, për krejt hallet që ti ki, edhe gjanë mbështetje tek Zoti, ty u lut atina, edhe kjo e ban që ti me pas një mirëqenie më të mirë psikologjike. Kështu që mos të harrojna me e cek, se një prej gjendjeve tona për me rujt shëndetin tonë mendor, është edhe aspektet fetare, është edhe aspektet i besimit, është aspekti në këtë rast i qësajna kujdesit tonë që e bajnë për shpirtin tonë. Ashtë nuk ka lidhje për shumë nëse dikush është një fe tjetër, nëse dikush beson diçka tjetër, që është filozofia jonë e jetës, aja ona shpirtënore e filozofisë tonë të jetës, është pjesa më e rëndësishme e jetës tonë që na me pas një mirëqenie të mirë psikologjike, që në realitet shpesh nuk e kena, sepse jenë fokusum në plot gjana, po që kjo pjesë mungon. Kështu detyrimisht, pa dashjen tonë, normal me dashjen tonë, sepse na dojna me agjeru dhe agjerojna, dojna me bo pjesë e ritualeve që ofrohen gjatë Ramazanit, por në një farë mënyrë pa dashjen tonë, sepse në kushte tjera na nuk bojmë qëtë pjesë. Për shembull plot njerëz për shkak të gjendjeve shëndetësore nuk guxojnë me agjeru ditëve tjera, pavarësisht që dikush thotë hajde nata e madhe ose janë ditë e bardha ose gjëra tjera që njerëzit i kanë për zemër këto dhe nuk agjerojnë. Po në Ramazan është një farë gjendje krejt komplet tjetër, e cila qetëson, të ban më një mirë, edhe shpesh kur i thu dikuj na kanë edhe mas shumëti, edhe ai thot për fëmijën e vet, ai mundesh me më tregu se si e don, po çysh ka më tregu në veç e du. Kështu që janë disa ndjenja në herë, për shembull, po do të them për Ramazanin që krijohet një farë ndjenje e brendshme te na, që në realitet ti nuk e dim se po një është qaq mirë, po thjesht ndjehesh.